Jetojmë në një kohë ku gjithçka po bëhet e shpejtë, e gatshme dhe, fatkeqësisht, shpesh e dyshim. Ushqimi që blejmë jashtë, në shumicën e rasteve, nuk ka më as shijen, as dashurinë, as pastërtinë që meriton trupi ynë. Recetat janë shndëruar në biznese, përbërësit në kosto dhe kujdesi në rutinë. Mos kini besim verbërisht, sepse shumë herë, në emër të shpejtësisë apo fitimit, abuzohet, me vajin që riciklohet pafund, me mishin që nuk njihet nga ka ardhur, me data që nuk përputhen, me higjienën që lë për të dëshiruar. Ndaj, mos e nënvlerësoni dorën tuaj. Duart tuaja nuk janë thjesht për të mbajtur telefonin apo për të bërë pazar, janë për të gatuar me dashuri, për të zgjedhur me kujdes, për të mbrojtur veten dhe familjen. Askush nuk do të kujdeset për ju më shumë se sa vetja juaj. Gatuani vetë sa herë të mundeni. Edhe gjërat më të thjeshta, kur dalin nga dora juaj, janë më të pastra, më të shëndetshme dhe mbi të gjitha më të sigurta. Mos i lini shijet tuaja në dorën e askujt tjetër, sepse shëndeti nuk vjen nga luksi, por nga kujdesi. Sot nuk ka si dora juaj, kujdesuni për veten, mos ja lini shëndetin në askujt tjetër.